fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Rrëfia e Prapashticës dhe Keçekollës e ka quajtur popullata e asaj ane, e cila ka të bëjë me masakrat në Lap dhe Gallap, në Prapashticë, Keçekollë, Koliç e tjera, e cila ka ndodhur më 10 dhe 11 janar 1921 nga falangat serbo-malazeze. Në Prapashticë, brenda 48 orëve, janë ekzekutuar mbi 30 familje që kanë patur nga 7 deri 27 antar. Po ashtu, edhe në Keçekollë janë zhdukur mbi 20 familje, që do me thonë për 48 orë në Prapashticë dhe Keçekollë janë likuiduar, vrarë, prerë rreth 2000 shqiptarë. Vetëm në Prapashticë 1020 banor janë likuiduar. Nuk ka patur një regjistër të sakt të shënuar, sot mungojnë edhe shumë emrat të vrarëve. Të vrarët janë identifikuar nga ata të cilit i kanë shpëtuar pushkatimit. Vrasjet janë bërë me pretekstin gjaja se këto familje po i mbajnë kaçakt. Kaçakt kanë qenë njerëz të cilët nuk janë pajtuar me regjimin antishqiptar dhe herë kanë sulmuar dhe kanë vrarë ndonjë eksponent të pushtetit serbo-malazez. Regjimi duke i ndjekur kaçakët, ka sulmuar, plagosur dhe vrarë edhe i atakët, të cilët tani janë cilësuar si familje që kanë strehuar dhe ushqyer kaçakët, duke i masakruar pa mëshirë. Kjo detyrë i është besuar Radovan Radovicit, komandanti armatës së tretë serbe dhe Božidar Paunovicit, që populli e ka njohur si Božidar Ballovci ose Çaushi. Këta me xhandarmerinë rajonale, militar e paramilitar, duke filluar nga 6 janar 1921, me fushatën e quajtur rrëfia ose shparosje, kanë filluar në fshatrat Popov, Rep, Lupç, Majac, Luzhan, Belopoj, Gërdovc, Sharban e tjera. Në këto fshatra kanë likuiduar nga 2-3 familje të përzgjedhura me shumë antar. Më 8 janar kanë qenë në Koliç, ku ka qenë e vendosur komuna dhe stacioni xhandarmerisë serbe. Dhe nga këtu më 10 janar 1921 kanë shkuar në Prapashticë. Me veti kanë marrë djalin e Mulla Adem Keçekollës, Mustafën, i cili ka qenë nënkryetar i komunës së Koliçit, gjëja për ta ndihmuar të cilin e kanë vrarë të njëjtën ditë, kur e kanë likuiduar një familje të tërë në lagjen e Sallahajve. Po ashtu kanë vrarë tërë familjen e Mulla Adem Keçekollës. Qëllimi i fundit ka qenë eliminimi i elementit shqiptar dhe popullimi me kolon serb. Më vonë, në Prapashticë, serbët kanë sjellur 49 familje serbo-malazeze dhe me dhunë i kanë vendosur në pronat e shqiptarëve, duke ju rindërtuar shtëpi të reja në vend të atyre të djegura të shqiptarëve. Kjo ngjarje nuk është komentuar nga popullata, nga frika e xhandarmerisë, përveç përmes ndonjë këngë nëpër oda fshehurazi. Patrioti dhe intelektuali i kohës, Nazim Gafurri, i cili ka qenë udhëhec i partisë Xhemijete Islamie dhe deputet i parlamentit në Mbretërinë Serbo-Kroate Slovene, ka shitur pasunin për ta njoftuar opinionin ndërkombëtar në Ligën Europiane me seli në Gjenevë dhe Ligën Kombëtare me seli në Shkodër. Me këtë masakër, duke arritur të formohet një komision për ta vërtetuar këtë masakër. Megjithatë, Serbia, duke lejuar dhe luajtur rolin e viktimës, ka arritur ta kthej agresionin dhe agresorin në viktim. Ata në këtë rast kanë organizuar një grup serbo-malazez të veshur me rroba kombëtare shqiptare që t'i sulmojnë me armë këtë komision, i cili ka arritur të vijë deri në lagjen e Spahijajve. Aty kanë parë 4-5 varreza, në vazhdim më tutje nuk e kanë lejuar të shkojnë ma tutje, duke i thënë, shqiptarët nuk lejojnë verifikimin, duke e cilësuar këtë masakër si konflikt të shkaktuar nga kaçakët shqiptar. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e Radhës Fakte.
këtë emision, e filluam me këtë narracion nga padurimi për të ndriçuar një ngjarje që po mos të ishte veprimtari Nazim Gafuri dhe patriot të tjerë, si dhe intelektual si zoti Dan Ibrahimi e tjerë, që kanë patur kurajon që në fillim vitet e dekadës së fundit të shekullit kaluar, në vitet e 90-ta, ta botojnë librin për këtë ngjarje, e cila deri më sot është ribotuar disa herë me plotësime të reja, do të ishte e errët kjo periudhë. Emisionin e sonte do t'ja kushtojmë kësaj ngjarjeve ende të pa ilustruar dhe zbërthyer në plotni, duke dashur që publiku të njihet me një ngjarje të dhimbshme dhe tragjike, kryesisht për fshatin Prapashtic, Keçekoll, Koliç e tjera. Plaku i urtë i Prapashticës, veterani i arsimit, Baca Ajvaz Abazi, i lindur më 1 mars 1941, do të jetë bashkëbisedues dhe rrëfyes i kësaj ngjarje. Baca Ajvaz shkollën fillore e ka mbaruar në Keçekoll dhe Llukar, atë normale në Prishtinë dhe shkollën e lartë pedagogjike po ashtu në Prishtinë. Në vitin 1959 ka punuar mësues në fshatin Nishec, komuna e Keçekollës. Në vitin 1960 mësues në Prapashtic. Në vitin 1980 drejtori i shkollës 8 vjeçare Afërdita në Dabishec. Në vitin 1986 ka qenë zavendës drejtor i shkollës fillore Rilindja në Keçekoll. Ndërkas në vitin 1992 mësues në shkollën fillore Zenel Ajdini në Prishtinë. Në vitin 2006 Baca Ajvaz është pensionuar. Ka botuar librat Gjeneralogjia e familjes Govori, Monografi e fshatit Prapashtic dhe librin e tretë Rrëfime dhe dëshmi të kohës, që ka të bëjë me masakrën e Prapashticës dhe Keçekollës. Shikues të nderuar, para disa ditësh ekipi i emisionit Fakte vizitoi këtë fshat dhe në veçanti memorialin e masakrës së Prapashticës dhe Keçekollës, ku nga afër u njoh me këtë vepër kolosale, të iniciuar nga fshatarët dhe nga protagonisti ynë Baca Ajvaz Abazi dhe e përkrahur nga komuna e Prishtinës, e cila realizoi këtë monument shumë të dobishëm për një histori e cila nuk guxon asesi të harrohet. Autori i emisionit Fakte, i mirëpritur në odën dhe ogjakun e Baca Ajvaz Abazi në Prapashnic, zhvilloi bashkëbisedimin ekskluziv, të cilin ju ftoj ta ndisni në vazhdim. Ever since the ancient time, when peace only reigned, We have loved and we love still all the people of goodwill. In my lovely motherland, We sang songs of life and joy. happiness had no end for no girl and for no boy. Happiness that had no end. We have never hurt a man, always watched our dear home. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Call for peace.
Shikues të nderuar, ndodhem në odën e Bacës Ajvaz Abazi në Prapashtic. Jo rastisht erdhëm në këtë vend të rëndësishëm dhe historik për popullin tonë. Prapashtica shquhet me shumë ngjarje, me shumë histori, me shumë personalitete të mëdha. Ne kësaj radhe do të flasim për të njohur në popull si masakrën e Prapashticës dhe Keçekollës, në të cilën kur nuk do të dihet numri sakt i të vrarëve. Janë 2000, janë pak më pak apo pak më shumë, këte vetëm Zoti i Madh e din, që i bie se nuk janë të identifikuar as kufomat, as varezat, por as emrat e tyre. Para se me arë këtu pam rrugës monumentin i cili vite më parë u ndërtua nga komuna e Prishtinës dhe me iniciativën e fshatit këtu, ku kryesisht rolin dominant e kishte Baca Ajvaz, i cili do të na rrëfej për këtë masakër, për të cilën ky brez pas brezi ka komunikuar me njerëz dhe me përjetues në ngjarjes. Në përgjithësi dhe sot ky do të na shpalos këtë histori pak të zbuluar për popullin tonë. Baca Ajvaz mirë se erdhe në emisionin Fakte e mirë se ka marrë nodën tonë këtu në Prapashticë, në këtë ogjak tonë këtu. Para se gjithashtu ju falenderoj për iniciativën tuaj që keni marrë, që të zbardhët një ngjarje makabre që ka ndodhur tek populli shqiptar, se në shumë vise, në shumë anë, por kjo ka qenë një gjenocid i papar i serbëve ndaj shqiptarëve. Unë pak në hyrje një njoftim të vogël e bona, këtu flitet domethënë për këtë masakër, për vrasjen e rreth 2000 shqiptarëve nga Xhandarmeria dhe ushtria serbe e asaj kohe, domethënë derisa këtu ka sundue çajo mbretëni serbokrato-slovene ku shqiptarët kanë përjetuar tmerre të mëdha. Dhe para kësaj domethënë ka ndodhur dyndja e madhe pas lidhjes të Prizrenit prej Sanxhakut nishit shqiptarëve dhe braktisja aty në vendeve që sot e atë ditë janë të zbrazura dhe kanë emërtime shqipe, siç është fjala vjen Svirca, Merovci, Kastrati e tjera, edhe vetë personalisht jam nga fshati Merovc, që edhe sot ekziston në Toplic, dhe tani kjo ngjarje po ndodh vite më vonë, në vitin 1921. Si mundesh me përshkrue prej filleve të saj një rrëfim tondin artikulues kështu për këtë ngjarje? Më thënë drejtën, kam qenë i ri, por para ajo ka ndodhur nga 20 vjet para lindjes sime, mirë po, duke biseduar me të përjetuarit e asaj masakre, duke filluar nga baba im, Aliu, i cili ka qenë në moshën 8 vjeçare. Mandej gjyshja ime të ndirë të dë, mandej kemi pas edhe shumë të tjerë këtu fqinje, edhe kushëret të cilët e kanë përjetuar dhe i kanë shpëtuar majës së bajonetës së serbe. Edhe ata na e kanë biseduar, na kanë treguar, por në mënyrë konspirative, edhe atë bisedë kur e kemi bë, për arsye se regjimet serbe, edhe nëse kanë ndryshuar, pamjen pak, mendimin edhe qëndrimet e tyre asnjëherë nuk i kanë harruar, sepse të ata janë përgatitur elaborate nga me quaj akademik, po më duket pak tepër e butë, por mund të quaj pseudo akademik, se një akademik me bani elaborat për të shfarosur një popull, mu nuk ma mërmenja që është akademik i mirëfillt. Mirë po populli serb ka vepruar në bazë aty në elaborateve e qëllim kryesor, si gjithkund ka është shqiptaria ka qenë për shfarosjen e elementit shqiptar e me qëllim për serbizimin ose vendosjen e elementit serb në këto vise. Ashtu si është vepruar në ato 714 fshatra të Dardanis, son në vitet 1877-78. Baca Ajvaz, kjo tragedi e madhe e përjetuar me një numër shumë të madh të shqiptarëve të vrarë, siç e the, me një qëllim të vetëm për pastrim etnik, gjithsesi shpopullim dhe serbizim të këtyre trojeve, a ndon mendimin që kjo ngjarje është pak e zbërthym, pak e ilustruar dhe disi, nëse mund të themi ajo farë thojza friga e përshkrimit kësaj ngjarje, sepse për histori mos të flasim, po diku me këngë, diku odave, diku në fjala vjen me
spjegime kështu, pak kam bërri edhe sot, derisa po flasim, dhe me thonë, institucionet tona edhe ato që janë relevante, edhe shtetënore, po edhe populata pak din për këtë ngjarje. A kam të drejtë kur flas kështu? Plotësisht. Mirë, po të thonë të drejtën, nuk ka pas edhe mundësi, sepse unë e përmena që kanë ndryshuar regjimet, por qëllimet edhe qëndrimet nuk kanë ndryshuar. Kështu që ky fshat, sidomos fshati Prapashtic, është një fshat kufitar, që kufizohet me Serbinë. Edhe ata të përjetuesit e masakrës, kur unë bisedoja me ta, thoshin mos e zgjero se këtu i kemi në bojnë edhe malzi. Kështu që është këndue, është bisedu në paroda, por gjithmonë në mënyrë të fshehtë, në mënyrë konspirative. Kur dikush ka këndu një këngë, nëse o ndëgjua prej atyne pushtetarve të ashtë të qujtur, ata me njëherë e kanë thërrit, e kanë marrë masa, e kanë denue, kështu që e kanë kriju një të merë, një frikë tek qytetarë, gjithësisht të ata që kanë përjetua, mos të guxojnë me e përhapë. Edhe ajo ka mbetë që ashtu po mos ta quaj si në harres. Mirë po fatmirësisht, pa e spjeguar rrjedhën e ngjarjes, fatmirësisht mas ndryshimit të rrethonave shoqërore, atëherë është filluar ka pak mo bisedu dhe me u shkrua pak ma shumë. Ndërsa në atë kohë kur është bon masakra, kanë shkrua disa gazeta. Para ka shkrua gazeta Hak, ka qenë organ i partisë Gjimijeti Islamie. Ajo parti ka mbërthyer në vete gjithë ata popull që kanë qenë me feje islame, pa marrë parasysh a shqiptara, serba, bosnjaka që kanë qenë, e ka përfshin atë parti. Njëri prej kryetarëve ka qenë edhe Nazmi Gafurri. Patrioti i madh. Patrioti i madh, i cili ka sensibilizuar çështjen e kësaj masakre. Pacajvaz, në këtë kohë, do me thonë, për këtë ngjarje ka pas edhe iniciativa për zbardhjen dhe ndryqimin në kohën, si që thatë, me iniciativa të patriotit madh Nazim Gafurri. Por para se me folë për këte, sepse kjo ka ndodhë mas masakrës, a mundesh më ne përshkruje vetë masakrën si që ka ndodhë, do me thonë, në janar të vitit 1921, do me thonë, prej datës kur 5, 6, mandej 10, 11, në kronologi, në përgjithësi, me kretat ECA-ke, do me thonë, deri në një farë mënyrë përfundim të saj dhe formimin e një komisionin në krye me Nazim Gafurin, i cili ka qenë, do me thonë, në këtë organizimin që e përmet ju Gjemijetin, dhe i cili në parlament e ka ngrit këtë çështje dhe është formu një komision dhe për fatin e këtij komisioni dhe dredhit sërbe që janë bo, atëre dëshirojmë prej teje me ndëgjuar. Unë me sa bajmen, ashtu që është na e kanë spjegua, batalioni i udhëhequr nga kolonel Radovan Radovici në përbërje të armatës së tretë të asaj Jugosllavie të quajtur së Serbo-Slovene, si është quajt, ai e ka marrë atë vendimin, gjithsesi e ka marrë atë lejen prej aty në organeve të veta më të larta që ta kryej këtë gjenocid, këtë masakr. Batalioni i udhëhequr nga koloneli në ndihmë të batalionit ushtarak shkon edhe njësia e madhe rajonale e gjandarmerisë, e udhëhequr nga Božidar Paunovici, që në popull është quajtur her Božidar Çaushi, her Božidar Ballovci, sepse ai kishte përjetuar një kohë në fshatin Ballovc të Llapit. Dhe ata veprojnë sipas elaboratës, sipas planit për shfarosjen e shqiptarëve, sidomos në këto fshatrat kufitare. Zgjedhin një kohë të vështirë, kohën e dimrit, në janarin e vitit 1921 dhe pikërisht me 6 janar e fillojnë masakrën në fshatin Popov të Llapit. Atje i shfarosin 5-6 shqiptar, i djegun 70 shtëpi, i plaçkisin çka kanë mujt, pasuri të tonshme dhe të patonshme, dhe vazhdojnë rrugën për asgjasimin edhe në për fshatra tjera, sidomos në fshatrën. Atëherë është quajt Velikare, këta është quajt Katunisht, në fshatin Lepaj, në Rep, mandej kanë vazhduar në fshatin Lupq. Në ato fshatra kanë vrarë dikun me 10, 20, 30,
dhe kanë djegë ato që u ka dalë për para. Në lupë që kanë masakru një familjen me Ngjyqe, quhet me 17 antarë. Dhe kanë vazhdu rrugën, kanë kalu Majacin, mramjen e 7 janarit kanë rrinë të Nava, aty kanë bujt dhe kanë urdhënuar që t'ju sigurojnë ushqim, e pije, gjitha ato, po tërë fshati është angazhuar me ju siguru sepse dhuna ka qenë e tillë. Mirë për fat, Tërnava kanë arrit me i të bue si flite 100 lira ari dhe ja kanë dhënë peshqesh kolonelit në mënyrë që të shpëtojnë nga thikat dhe nga vrasja nga gjenocidi serb. Natën e 7 janarit aty bujnë me 8 janar ngritën në ndahen 2 pjesë. Në vitin 1921. Ndahen 2 pjesë. Një pjesë vazhdon rrugën për Halabak dhe del në Sharban. Në Sharban, në familjen Brajshori i të bojnë dikun 39 fëmijë, ples, plaka, burra, gra, i urdhnojnë me bajt sone, kashte, tallë dhe me rrethuar shtëpinë. Ma vonë donë me i djegë, por një detalj do ta përmend që aty kishte qenë edhe një gjandar me prejardhje shqiptare. Dhe ajo kishte pas një motër në atë familjen Brajshori dhe e lut komandantin, pikrisht Bozhidarin, thotë kam një motër ma falë. Dhe ai i thot, shko, mere. Aja afrohet dhe i thot, motër, unë i luta për të gjithë, po veç ty të falen. Dhe kur bon ajo me dal, gratë tjera i thonë, mere bre dhe që djallë me veti, bile që të pështu. Dhe mere është qujtë qërim Sharbani, i thëshin. Edhe shpeton. 37 digjen që aty mrena, bon hi e plon. Ekspedita vazhdon, tjetra ekspedit vazhdon për Belepoj, atje i vrasin, i presin me 50 apo 60 shqiptarë, vazhdojnë në Gërdovës, po ashtu, edhe në Gërdovës i vrasin, i digun, edhe vazhdojnë rrugën për Koliq, sepse atë botë në Koliq ka qenë komuna, e cila i ka mbuluar Prapashtic, Keçekol, Balaban, dhe aty ka qenë edhe stacioni gjandarmerisë. Me 8 janar 1921, pra që ndrojnë në Koliq, hanë, pinë, e studiojnë realizimin e planeve, sa kanë realizuar që kanë bo, dhe studiojnë planin tjetër të në vazhdim i cili do të vazhdoj. Me 10 janar, ditë e diel, ata nisën, ku e kishin synimin kryesor, nisën për Prapashticë dhe për Keçekol. Kur nisën nga atje, me veti e marrin nënkryetarin e komunës Koliqit, ka qenë Mustafa i Mullademit. E marrin me veti, si ta quaj si garant, apo sepse synimin, gjithësisht ata kanë proklamuar se ne nuk kemi synim për zhdukjen e shqiptarëve, por kemi synim zhdukjen e kaçakëve dhe jatakëve të kaçakëve. Ajo u marr vetëm si pretekst, se nuk ka qenë. Vazhdojnë rrugën, marr për Keçekol edhe për Prapashticë, urdhnojnë ushtrinë dhe gjandarmerinë me i rrethu këto 2 fshatra, me shku shpi me i lajmërohet që më u të buhet gjithë meshkujt nga mosha 15 vjeçare dhe në moshën 90 e sa vjeçare me u të buhet me datën 11 janar 1921 në Prapashticë. Dhe kishin caktuar një log ku mu bashku më të buhet në lomën e Nazif Govorit. Në realitet, Nazifi me gjithë vllajnë kanë qenë kaçak. Vazhdojnë rrugën dhe një pjesë e udhëhequr nga Bozhidar Ballovci, ata shkojnë të shtëpia e Mulladem Keçekollës. Mulladem Keçekolla, me prejardhje Prapashticas, po ka jetuar në Keçekoll, mirë po ka qenë një hoxh, po jo vetëm hoxh, po ka qenë lider i asaj kohe për këtë popullat të kësaj jone. Dhe ata synojnë që Mullademin duhet me e likuidue, gjoja se mos ai po organizon një farë rezistence. Dhe shkojnë, grupa e rrethojnë, hynë mrenda, çka bisedojnë me hoxhën, e pyesin sa antari kije, i kam kaq. Sa i kije këtu? 11, domethënë 10, me hoxhën 11. Dhe pse janë tjerë këtu? Domethënë 2 kanë qenë, njëri ka qenë një antar, ka qenë medrese në Prishtinë, tjetri ka qenë të dajtë vetë, një femën. Atëherë, çakatarët i presin gjithësisht me bajoneta kryesisht, jo me armë, mrena në shtëpi,
të gjithë antarët e familjes Mullademit dhe mas mrami hoxhën në prag të shtëpisë e qesën dhe ja shkëputin kokën me sapat. Atëherë kryen atë aksion dhe vazhdojnë rrugën me ardhë për Prapashticë. Gjatë rrugtimit, kur vinë në Këqekull, ka qenë një lagje që është quajt Sallahovit, bile kështu populli theke, aty i likuidojnë gjithësisht i djegun me çka ka pas 7 familje. Jo djegun me shtëpia, me çka kanë pas edhe me kafshë, Selimu. Ky nën kryetari me ta i ka pa. Atëherë ata kthehen edhe e përshkatojnë nën kryetarin, gjoja se ky tash na zbulon neve. Vazhdojnë edhe vinë në Prapashticë, vendosën në lagjen e Govorëve, ndryshe kanë thonë te Beqirovit, ndërsa pjesa më e madhe në për fshat edhe e rrethojnë fshatin edhe Prapashticë edhe Këqekull në mënyrë që mos lejojnë askan më larguar nga fshati. Të nesërmen në mëngjes, në ora 7, veç kanë filluar njerëzit më arë si mas ordnesës, si mas detyrimit dhe janë të buar në lanë të Nazifit. Babgjyshi im, Abazi, pas një ngjarje që kishte ndodhur në vitin 1920 dhe është friguar që mos po zbulohet, janë mshef me një kushëri, e mos po zbulohet pe serbëve e po i vrasin, atëherë ka thonë, unë të këta nuk shkoj se këta e kanë jetë me na prenive, me na lidhë. Dhe kish pas një pushk në lis, ma largë shtëpisë, dhe niset më shkunë marë pushkën. Kur e shojnë ata harave të shkunë për borë, thëmë pëse po shkonajnë, anenis po shkonë të bimë dhe i vrasin. Në ora 7 dhe 15 minuta që të dikun, të mëngjesit. I të bojnë aty dhe fillojnë ata kishe po ju flasim se ne jemi shtetë, ju nuk do të me i majtë këqakt, ju nuk do të me majtë armë, ne kujdesemi për juve, kështu me radhë, deri sa i kanë vunë lejthitje në kështu maksimalisht. Dhe kanë urdhënuar që të ndahen grupe me shku në për lagje. Dhe të Këqekullës e kanë nisë edhe këta. Si mas aty në rrethonave, ta kishin pas planin që në vendet të caktuara, në vendet pak si ma të, që shme thonë, si ma të mshef në pak, aty me i përshkatua dhe kur do që kërset një pushkë, me jau desh shokat dhe me jau lidh duart mas shpinë e me radhë. Ndërsa kur të kërsasin 2 pushkat e me i dheshtu ku do qoftë që jini, me i përshkatua. Ndërsa kur të kërset topi, se ajo shtëri ka pas edhe topa me veti, 2 topa malorje në qujt i kanë pas me veti, kur të kërset topi, ku të qiloni, përshkatoni një të gjallë më së lëshoni. Ta është për fatë disa, për shumë në këtë grupën e lagjes Govorëve, këta kanë bisedu njerëz gjallë, dhe njeri pejtyjnë gjoja pas ka thonë, lëmë të këta që s'pe din që ka me i gjetë ku jemi të quë. Ne i kushëri e ka marrë vesh serbishtën, edhe ju ka thonë, shlironi duartë në mujë që pej shokave në ashta i kom dyqysh. Edhe me të vërtet, kur ka fillu për shkatimi, 6 prej tyne kanë shpëtuar nga, dhe më thonë, janë paraqit gati ma të shpejt se plumbi. Ndërsa njerin prej tyne kanë vra, 5 kanë shpëtuar edhe kanë jetuar deri vonë. Baca Ajvaz e përmende një fjalë kaçak dhe atak. Fjala kaçak dihet, do të thonë, e ka etimologjinë edhe turke, kaçak, për fjalës me ikje, gueril, se lufta ka qenë, kjo i atak është si që i kanë strehue, që i kanë majtë, që i kanë ushqyje. A mund të flitet këtu me gjithate për një luft kaçaket shqiptarëve ndaj forcave sërbe? Po. Ka pas kohë, do me thonë, a mund të thuhet edhe kështu? Po. Kaçak. Edhe pse ata e kanë përdorur si pretekst dhe i kanë hi popullatës civile të papajshme për pastrimet tek. Absolutisht. Nuk i kanë një kaçak, po i kanë... Absolutisht, asnjë kaçak s'kan arrit me kaçak. E thatë edhe ju kanë qenë ata njerëz të cilët kanë qenë kundër regjimit, kundër pushtetit, kundër dhunës, dhe kanë dalë prej shtëpie, si thot, kanë ikë prej shtëpie, kanë dalë në mal dhe strehimi tyne kryesisht ka qenë mali. Mirë pa ata o duhet mu ushqyën ndonjëherë dhe në ato familje të cilat u kanë dhënë aty në ushqim ose dhe i kanë
strehuan odat e tyre, në shtëpiat e tyre i kanë quajt jatak. Ja, tak. Dhe si është rrjedha ma tutje e ngjarjes? Her pas here, ka qakt, ndoshta nuk kanë zhvilluar në një luftë kështu frontale, por kanë zhvilluar luftë guerrille her pas here. Kanë vrarë në një kryetar komune, për shembull në Brajin, kanë vrarë në një kështu grupe të vogla, jo në mënyrë frontale, sepse edhe nuk kanë pas mundësi ata. Ma vonë, kur ata binden se i vranë mashqët krejt, pra të Keqekullës i nisin, por kur bjen topi, ata qëllojnë, e qumë në një lagja Qoroviqe, Qoroj, edhe fillojnë njerëzit, ata fillojnë tash me gjuhë, masavikisht, ata fillojnë me ik, ata fillojnë me njek, kështu ju kanë njek, sikur, zdi si të thëmë, ati sa kanë mujtë me mri. Dikush ka mujtë me shpëtu, ka njerëz që ka hynë edhe nër akull ose nër bore, diqysh kanë shpëtu disa aty këtu. Kur ata jenë bind që mashkujt u likvidun kreta të herin këthyën vërsul mbi, fëmi, gra, pleq, plaka e tjera. Atyne përveç ushtarëve që kanë qenë kupora e masakrës, edhe gjandarmeria, ma vonë ju kanë ardhë në ndihmë edhe militarë dhe paramilitarë të ndryshëm, dhe ata nuk kanë zgjidhë. A është fëmi, a është plak, a ku ta dinë. Bile, është tragedi njerëzore, se flitej që bënin gara bënin, cili po vret ma shumë, cili po pret ma shumë me bajonet, cili po ju nxjerr femra fetusin për i barku ma shumë, cili po e hudh fetusin, ose edhe fëmijën të 2-3 vjeç lartë, e cili po e pritin bajonet. Kjo është masakër që njerëzimi nuk e di, a regjistron dikon tjetër, a veç këtu ka ndodhur. Dhe i likuidojnë, i djegun, i përvlojnë, i djegun i futin mrena në për shtëpia, i djegun për zgjalli. Atë bot, Prapashtica kishë pas dikun rreth 200 familje, ata që përmendet parë, ajo Shpërngulja, që ka qenë në vitin 1878, shumë familje jenë vendosë këtu, përveç familjeve që kanë qenë autoktone, ose anase, si po quhen, kanë arë shumë familje jenë vendosë këtu. Dhe, si mas të dhënave dhe të thënave, pa shenime kështu, se ata nuk kanë shenu sa i prejme sa, flitet që në Prapashtic janë prej, janë dik, janë pijek, janë përvluë, janë 1020 shqiptarë. Pa marë parasysh moshën apo gjininë. Dhe ka dhe familje totalisht likvidume, apo jo? Këtu në Prapashtic, 34 familje janë me emën që asë kush nuk ka shpëtu prej familjes. Dhe më thonë ata kryesisht i kanë të buë, i kanë futë mrena dhe i kanë dikë. Dhe këtu kanë qenë familje këgja numër, se për familje, si mas të dhënave, kemi familje, ka pas familje që veç 2 antari ka pas. Po ka pas familje që deri 27 antari ka pas. Tash, mas i thash 2 familje, i kishin thonë Azem Qori veç me një plak, dhe familja Hesen Gjakës me 27 antarë. E të një mos lasëm 10, 15, 20, 12, 10, 8, e tjera. Mirë po, me marë mesatarën aty në familjeve, del dikon 4-15 antarë për çdo familje. Mandej, janë 23 familje që kanë ardhur buzë shfarosjes. Do më thonë prej familjes, janë likvidu 5 antarë, 7, 10, din 15 antarë. Ndërsa në Keqekull po ashtu, janë 18 familje që janë zhduk fare. Veç marrë në tërsi, në Keqekull, dikon 514 shqiptarë janë masakru. Ata, kur e krynë, fillojnë edhe me plaçkit, atë që ka me, e digun me shtëpia, me gjitha, atërës kanë plaçkit që kanë mujtë me plaçkit, edhe kanë vazhdu rrugën, edhe në përfshatrat tira, Nishetse, Brajine, Orlane, por atje në një mas ma të vogël.
Nëse bëhet pyetja e pse bashkë Prapashticë 2020 edhe në Keqekull 514, supozohet se ky është një teren ma i përshtatshëm që lidhet Kosova me Serbinë. Ata me qëllim që këtu ta zhdukun elementin shqiptar dhe ta popullzojnë me elementin serbo-malezes. Kështu që me njëherë, mrena 2-3 ditësh, i sjellin 20 familje serbo-malezes. Dhe i vendosin pikrisht këtu në lagjen, kolon, plus ju sjellin edhe një si gjandarmerie për me i rujt ata. Edhe ma voni kanë sill edhe 29 familje. Kështu që do të thotë, këtë në Prapashticë kanë sill 49 familje serbo-malezes në mënyrë që me kolonizu këtu krejt. Jo kanë marrë tokat, shtëpia, ku met në shtëpi dhe gjithë pasunin, ndërsa ata që dikush omet, dikush ka shpëtuar, dikush janë detyruar 20 vjet me jetu jashtë tokës, jashtë shtëpisë vet, ku kanë mujtë të dajta, të mishta, kanë shku cërë qujtë qepqine për tokat ndryshme. Basajvaz dhe në lidhe me këte, si që ta në fillim, patrioti i madh Nazim Gafuri ka ndërmarr një le të themi iniciativë për zbardhjen e kësaj ngjarje. Dhe këte ka ngrit në nivel kombëtar dhe le të themi ndërkombëtar. Çka mundesh më na thon prej thënave dhe prej njohurive tua për fatin e raportit ose të informimit të komisioni prej Zanafillës, do me thonë, që ka qenë prej Gjeneve, në Shkodër, që kanë qenë selit e tyre. Simas informatave që kemi, këtë ngjarje i pari njeri i cili ka intervenu, ka qenë Nazim Gafuri. Ai, flitej se e shiti edhe pasurinë e tij. Bile flitet se ai ka pas një han, edhe ma vonja kanë gjetë ati hani, e ka shitaj, edhe ju ka vua emri hani i vdekjes, për me krahazu me ngjarjen. Dhe ai ka dhënë para me e shpall në për gazetat të botës, sidomos në gazetat të Evropës. Për këtë masakër? Aje ka inicuar çështjen edhe në grupën parlamentare, sepse ka qenë edhe kryetari i grupës parlamentare që kanë qenë në parlamentin e atëhershme. Po. Aje ka inicuar çështjen edhe në ligën kombëtare, gjithsesi ligën evropiane që është quajtur në Zhenevë. E ka sensibilizuar çështjen në ligën kombëtare në Shkodër, edhe në institucione të tjera kombëtare. Kështu që në parlamentin e Serbisë, Sabit Kortuku është quajtur njëri prej deputetëve, ai ka shtruar çështjen në parlament dhe parlamenti gjëja ka marrë vendim që me e angazhue ministrin e punëve të brendshme mu marrë me atë çështje me zbardh. Kur këta kërkojnë që të zbardhet çështja, atëherë edhe Liga Evropiane, sepse po kaloj pak ndoshta kanë shkruar dhe disa gazeta të kohës, sidomos gazeta Rad e Sarajevës, kishte qenë atë botë, përveç gazetës se përmena ma herët gazeta Hak, që ka qenë organi Partisë Gjimjeti, kanë shkruar dhe gazetat Radničke Novine, disa të tjera kanë shkruar, kështu që në një farë mënyrë është, por për fatin e keq kur e formon Bashkia Evropiane, formon një komision me shique, me zbardh këtë ngjarje makabre që ka ndodhur, serbët arrin me depërtue edhe taj komision. Për çudi që shta din me i organizu ato, organizojnë një grup serbësh, i kamuflojnë me veshje kombëtare shqiptare, i armatosen, dhe i qesin, i thonë në maja stalove në malë,
në mënyrë që komisioni kur të vjen më anë që kohë për vazhtisë me pa varrezat, me pa njerëzit, me pa eshnat në për fush. Edhe ju urdhnojnë që kur dalin ata aty, ju me i gjuhë, gjithësisht mos me i vrap, po veç me i gjuhë këtu, në mënyrë që aty në me i thonë, ja, që ka bojnë ta, dhe neve në vrasin. Edhe për që di, ai komision vjen deri të lagja e spahijajve që thomë, spahijajve, aty kanë qenë 8 varreza. Edhe kur vinë aty thonë, ja, këtu ka qenë një incident në mes kaçakëve dhe gjandarve, që këtu s'ka pas tjetër kurrë. Mirë po tash, thot, maneni na zguxojmë ju për cilë, se na vrasin, ju i pat këtu, po aneni që ka bëhet? Vrasin kaçak. Po na bojnë kaçak të krejt. Edhe kthehet komisioni me qata. Në mbledhjen e ardhshme, ministri serb ju jep një raport paraqitës se në këtë masakër, gjithsesi këtë masakër e organizuar në dimnin e vitit 1921, domethënë prej 6 janar deri me 13 janar, lap e golap, ata i kanë thunë golak, na i thëmë galab, kanë pësue 200 vetë. Gjandarme, shqiptare, kaçake, krejt 200 vetë. Ajo figuron, vetëm ajo figuron në arkivin e Serbisë. Kështu që ajo thot kanë ndodhë çdo kohë, nuk është bo. Edhe ata nuk kanë mujtë ma shumë, atëherë kur Serbia veç bindet se Nazim Gafuri ka qenë ai i cili ka sensibilizuar këtë çështje dhe u bë kaq e madhe dhe në farë mënyre ai ka dalë në mbrojtje, këtyne ka organizuar edhe vrasin. Do të thotë që Nazim Gafuri nuk ka kursye mallin, por se ka kursye as jetën. Bën kërkesa të shumta, kanë shkruar edhe disa gazeta, janë interesuar edhe për këtë ngjarje përveç gazetave që i ceka më lart. Janë interesuar dhe shumë njerëz, por ata nuk kanë pas fakte kështu të prekshme. Por është biseduar që ka ndodhur që kjo, me marrë një kolonel anglez, nuk po muj me ja deshifruem në mire, ai kishte qenë një mik i madh i shqiptarëve, për cilin e ka shkruar një libër Destan Bejtullahu, dhe ai, si mas informatave që ka marrë, me datën 22 maj 1921, i drejtohet dem sekretarit shtetit të Anglisë, me 22 maj 1921, i drejtohet thot, a jeni të informuar për masakrat që i bën ushtria serbe në fshatrat e Prishtinës, kështu decidiv, të Prishtinës dhe të Llapit. Thot, 2 batalione, e përshkruan se edhe një batalion u nis nga ona jugore, nga Macedonia, me armë i varë këty në ndihëm për me masakru dhe fshatrat tjera këneni. Dhe ai përshkruan thot, i morën mashqojt, i fotën në pyll, i vranë dhe u kthyen dhe vazhdohen me i masakru fëmijët, gratët. Thot, a keni bën ndonjë demarsh në një kërkesë, a keni protestuar pranë ambasadës të Serbisë? Dhe ai thot, unë do të angazhoj ekspert për ta shqyrtuar këtë çështje se nuk kemi të dhëna. Kjo ngjarje ka më thonë pak si më thonë në harres, s'mund më thonë në harres, sepse ata familjarët e tyne edhe me qindra vjetë, besoj që ka mu përcil kjo brez pas brezi, nuk mund me harru as letë se ka qeni masakrë teper e dhemshme. Vetëm nështë po shkon, apo kësajna, po e marrë shembull Mosgovori, është qujt një kusheri kur ka ardhë, se ai për momentin i ka asaj ati i plumit, edhe kur është kthyer në shtëpit veti, ka gjetë 9 antarë të familjes të gjithë të prerë në shtëpi, bore madhe, shtire madhe, vetën që ka me bon, 9 varre, si me i hap, edhe ka ardhë ndërkohë një mik e tina, kishe me ndihmue, që ka me bon, 9 kufoma i kanë hullë në një pusë, një bunar. A i bunar së dhe kësaj ditë, është imbuluar me thera.
Çka ti thosh? Familja, për shembull, familja Latifi ashtu, kur kthehen ata që kanë shpëtuar, i gjojnë 15 anëtar të familjes të prerë. I gjojnë edhe kafshët të mundu me ngrënë mishin e tyre. Mandej kemi familje tash nuk po muj me i deshifruar të gjitha, por kemi familje që me të vërtet ka qenë masakra e në bërë në tërë Shqiptarin, por si thuhet diçka ma makabre më duket që këtu. Se kur vritet njeri me pushkë është ndryshe, por me djekë për zgjalli, me rjep për zgjalli, me vunë hund gardit fëmijën, vajzen, 7 vjeçaren, me vullë në organet të sajnë ashtu, me qitë kufomën për mi gardë, me lujt me fetusin, me lujt me fëmi, kjo është diçka një tragjedi tepër e madhe që nuk përshkruhet. Ne mundemi këtë edhe me referu me luftën e fundit, Bacajbaz. Absolutisht, po. 80 vjeta, as 100 vjet ma vonë, kishim botën e qytetnume, civilizume, të sot në Kosovë ki mbi 300-400 masakra që në masakra, po. 400 masakra. masakra. Fillu e prej Likoshanit, Qirezit, Epopesë së Prekazit, Izbicës, Krushës, Poklekut, Mejës, e shumë masakra tjera. Makovcit këtu afër, e shumë masakra tjera. Kështu që kjo nuk është në një farë mënyre për ata që e njohin realitetin, kjo nuk është për të bevasu, kjo është një realitet shumë i qartë. Por me gjithate, shënimi i tyre, përmendja tyre, identifikimi tyne, mbamendja tyne është e rëndësishme shumë për neve, dhe mbi këtë është ndërtuar edhe një monument këtu për masakrën e Prapashticës dhe Keqekollës, çka mundesh më na thonë ti ke qenë ndër ideolog dhe iniciator të këtij monumenti. Kush janë bartësit, kryrësit, kush ka financu që spaku për publik të njoftojmë lidhe me këtë iniciativë. Në vitet e 90-ta kur ndryshun, do rrethana kur na i kundërshtum regjimin e Serbisë, atëherë ka filluar një iniciativë për disa mësuesve të ri, do djelë të ri këtu, që të grumbullojnë shënime për këtë masakër. Në vitin 1994, 95 dikun aty, dhe përveç aty në na përmenu ma heret, jenë këndu, kongë është bisedu në paroda e, unë kam shënime në një librin tim, rrëfime dhe dëshmi të kohës, kur unë bisedoja me ata që kishin përjetu, theke, mos e bisedo se që kur i kemi këtu na bojnë edhe mazi, se ata dhe kanë vepru qashtu. Kanë vepru qashtu kur na kanë qu fjallë të i populli, kur gjusë që kemi bo. 1921 që kemi bo tash. E ajo u përserit 1999. Kështu që në mesin aty në të rive, një ishtë në zanësimi, Dan Ibrahimi, i merë materialin, e sistemon, e grumbullon dhe e boton librin e parë, Masakra e Prapashticës dhe Keqekullës, botohet në vitin 1996. Por atë botë është orientu vetëm në këto 2 fshatra. Më vonë, këtë djalë i hyn pak studimit edhe ma thellë dhe vazhdon edhe në përfshatra tjera merr shënime, dhe e riboton. 1 herë, 2 herë, 3 herë e ka ribotu deri në vitin 2011. Atë botë kemi filluar në vitin 2008, e kemi përkujtuar 11 janarin, ma vonë kemi përkujtuar një 2 herë, nërsa kemi organizuar një simpozium, në cilin kanë marrë pjesë disa historianë. Por në mënyrë që me e zbardh këtë ngjarje sa ma shumë me e shpërfaq, me qitë si përfaq. Dhe më vonë në lindi ideja mos të ambecione dhe fillova me bisedu me disa shok, me disa mësues, me disa arsimtar, me disa njerëz të kohës, si ta bëjmë që me bëjmë një shej, në pamundësi që në secilin vërë, se nuk ka as livadë, as arë, po thëmë as malë,
as rrëpin, as provë, që nuk është radje kush që se ka derë gjakon aty. Në pamëndësi tash në secilin vend më bon nga një shej, në morë menje që është ma mirë më mujtë me e bon në një vend i cili do të simbolizon të masakruarit, jo vetëm të Prapashticës, por atë masakër që ka qenë ai proces nga 6 janari deri me 13 janar 1921. Bëm disa kërkesa, bëm disa projekte, disa plane, me thënë drejtën, unë miratim me shok, pa ta bo kërkesa në për organet ndryshme të filluë, mos tanë prej presidente e poshtë, mirë po për fat, hasëm në mirë kuptim, nuk më me hupë, në kohën kur ishte Selim Pacolli, zëvendës kryetar, po edhe Shpend Ahmeti kryetari, i cili po sa e ka marrë këtë propozim, e ka aprovu dhe ka nënshkru me njëherë. U morë vendim që ta ngrisim këtë monument, në të cilin jemi munduar me i shënuar të gjithë emrat të cilit i kemi arrit të mësojmë. Edhe në monument e kemi shkruar që kërkojmë falje dhe lutemi Zotin më na falë nëse kemi bën e gabim që nuk kemi arrit me i shkruar të gjithë emrat, sepse janë harru ka kaluar 100 vjet. Gjithsesi kur kemi filluar punën ishte 100 vjetori, ndërsa tash kur e kemi përruar u bën 104 vjetori. Do të thotë ka kaluar një shekull më tepër, prandaj nuk kanë mujt kurkush më na i deshifruar gjithë emrat, sepse përmend edhe atje familje të tëra ka që janë zhduk fare, së me të kërkush, vetëm fëqinit kanë thonë filon familja u konë, që tu i ka pas që ka që antar familja, ose që kjo këtu. Dhe në ndolim në ndihim komuna e Prishtinës, dhe filluam vungur themelin, filluam e ndërtua, siguruam një sipërfaqe, një pronë shoqërore, por në frikë se ajo nuk do t'jetë e mjaftueshme për vendosjen e këtij monumenti, kërkuam edhe nga pronarët rreth, që nëse ka nevojë me zgjerue, ana lejojnë, edhe ata me krah hapur na ofruan, thanë pa kur par kufizimi, pa kur par kërkese, na ju ofrojmë sa t'ju nevojitet. Mirë po për fat nuk na nevojit shumë, mirë po ata e bon atë respektin atë njerën e vetë dhe me rastin e 104 vjetorit e përruam edhe i ofruam qytetarëve që ta shohin qëtë monument. Faleminderit shumë. Me njerë kofsh. Faleminderit kofsh. Faleminderit edhe për juve që keni vendosur me bo këtë bised, këtë mund, këtë po thomë këtë dokument i cili mbetet histori. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ndoqëm një bashkëbisedim dhe rrëfim brillant nga një njeri që në moshën e tij, 84 vjeçare, ka kujtesë dhe artikulim për mrekulli. Bacab Ajvaz Abazi është nip i Abaz Govorit dhe hyra spanca Govorit dhe djalë i Ali dhe Hajkuna Abazit. Baca Ajvaz me bashkëshortën Hajkuna Imeri kanë 3 djemë. Naim Abazin, intelektualin dhe artistin ton të madh, Besimin, gazetarin ton të njohur dhe juristin Lulzimin. Baca Ajvaz dhe zonja Hajkune janë edhe gjyshër të nipëve dhe mbesave, Platorit, Elenës, Thesarit, Glaukut dhe Kaunit. Baca Ajvaz, Zoti ta dhash shnetën e pa veç gëzimin familje. Të faleminderit për krejt që ka ke bo për Kosovën dhe shqiptarët. Zoti trujt. Shikues të nderuar, me kaq po e përfundojmë edhe këtë emision fakte, duke i rikujtuar që emisionet i kem çdo të shtund në ora 21 dhe reprizat të nesër, po ashtu në platformën YouTube Fakte me Adnan Merovci. Pini ujë
rrugove, të shoqëruar me çipsat nga Vipa Çipsi. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika.